Në listën e gjatë prej 20 ministrave të qeverisë së re të Albin Kurtit është edhe emri Blerim Gashanit. Blerim Gashani, ministër i sportit dhe rinisë, që merr ministrinë tashmë të re, atë të sportit dhe rinisë. Në qeverinë e moqme shërbeu si zëvendës ministri i punëve të brendshme. Mirë po vetëm një vit para ardhjes në pushtet të vetëvendosjes, Gashani mendonte se Kosova kësaj partije dhe Albin Kurtit do t'u ashite sherrin. Këtë prognozë tashmë ministri i sportit dhe rinisë argumentonte në një libër me titullin Kronikë e rënimit të Kosovës, të botuar në vitin 2020. Nejse, është postimi i vitit 2018 që Gashani ka përfshirë në libër. Argumentimi i Gashanit, që e shit televizën vetëvendosjes si një formacion politik të rrezikshëm për Kosovën, bazohet kryesisht në figurën e Albin Kurtit, tash shefit të tij në qeveri. Derisa e komenton të një deklaratë akuzuese të kadrive Selit ndaj Albin Kurtit, Gashani pothuajse i fut të dy figurat në një thes. Shkruan se është fakt që kadrive Seli dhe partia e tij PDK-ja kanë shkatruar Kosovën dhe prognozon se edhe Albin Kurti dhe lëvizja vetëvendosje mund ta bëjnë të njëjtën gjë. Kur kadrive Seli thot Albin Kurtit, Kosova sherrin ka mjau pa, këtë parashikim duhet ta shikojmë ngadalë dhe me qetësi. Kryetari i PDK-s po i thot kryetarit të VV-s. E di bre se formalisht është një kryetar tjetër aty, por kjo është sendi ma qesharak pas shitjes së banesës për ta ndihmuar çashtjen, se Kosova duhet t'u ashësh sherrin atij dhe lëvizjes, do me thonë VV-s, shkruante Gashani në librin e tij Kronikë e rënimit të Kosovës. Mëtej ai thot se kjo është një prognozë e Veselit, jo një fakt, për shkak se krejt ky impakt ose sherr po mendohet se Kosovës do t'i ndodhë në të ardhmen. Ky pohim i Veselit mund të karakterizohet si parashikim, prognozë, profeci, jo si argument, e Zoti na ruajt, jo si fakt. Derisa i bën një digresion deklarimit të Veselit, Gashani lëshohet në interpretimin e tij se Kosova do t'ja sheh sherrin Albin Kurtit dhe vetëvendosjes. Digresion, po, edhe unë mendoj se Kosova do t'ja sheh sherrin VV-s dhe Albinit, por ky nuk është fakt, për shkak të ideologjisë, frymës së partisë, organizimit, strukturës, madje edhe emërimeve të organeve, të vërtetave absolute, dhunës verbale dhe fizike dhe veçanërisht kultit të personalitetit që Kurti ka ndërtuar për vete dhe për vartësit. Unë mendoj se Kosova do t'ja sheh sherrin kësaj partije dhe shkruan e diku se mund të flasim pastaj, shkruan te Gashani. Përveç librit të harruar, Gashani u bë viral kur u zë ngusht në presing për punësimin e motrës në ministrinë e Fatën Pecit, shokut e tij të ngushtë. Ju jeni shok. A keni ndaj familjar të Blerimit në punë që keni pranuar së shpejti? Gjatë këtij viti? Kum? Në Ministri, në Agjencinë e Zhvillimit Bujqësisë? Nuk e di. Do ka shumë zyrtar që do thotë le nuk e di. Jo, sinqerisht. A ka ndaj familjar që është pranuar se gjatë qeverisë juaj që është Familjari kuj? Familjari Blerim Gashani. Te ministria? Te ministri Fatën Pecit, ministri i tij. Kur ka ndodhur kjo? Është në vitin 2022. Motra jam ka hyrë me projekt, jo direkt, po me projekt. Po tash si zyrtar arkive sa është pranuar? Tash është në administrat. Ko rekrutime? Nuk është të shku motra jam shef të në punë. Po bre, po për çfarë jam të pyet se dëgjoni. Çka po duhet se ke shumë i kujdesshëm formulimon, nuk po konstatoj. Me 16 korrekt, 2024. A është konkursi publik? Po dhe, a jeni shok në partije? Po më rek shok. Mëso thotë që se ki ditë. Jo, për besën nuk e kam ditë. Unë nuk e kam ditë, po do thotë, jo, dëgjoj, unë nuk e kam ditë. Absolutisht. Do thotë edhe çfarë mbi jam Niko? Berisha. Ah, okay. Për se pam ka ikë.